Unë gjatë fushatës zgjedhore do të thotë kam qenë kundër vijat e kuqe. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Sa i përket bisedave, po jemi në biseda dhe fatbarësisht asnjë barierë në komunikim me asnjë parti politike apo politikan në Kosovë të ona ime nuk ekziston. Jam i gatshëm me të gjithë me bisedu. Dhe jemi në biseda edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën, edhe Nismen, edhe subjekte të tjera. Nuk kemi mri deri në atë fazën ku qysh do të me u dok formula e qeverisë, po jemi tu bisedu. Prandaj nëse vjen rada, sigurisht se unë jam shumë i përgjegjshëm dhe shumë i përkushtuar që vendit me dha institucione. Nuk kemi mri në atë fazën me bisedu për çështjet e ndarjes së posteve në qeveri. Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë qartë edhe gjatë gjithë procesit parazgjedhor edhe fushatës zgjedhore. Realisht, unë e vlerësoj shumë votën e qytetarëve të Kosovës. Jam shumë minjos gjithë atyre qytetarëve që kanë votu Partinë Demokratike të Kosovës. Po kum shpreh falënderimin për gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime politike për një proces korrekt zgjedhor. Megjithatë, renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pas kërkesë, nuk kemi pas ende temë se çysh ka mu dok qeveria e jashtme e Kosovës. Radha dihet dhe mbi bazën e kësajna ne do të diskutojmë. Se përket zgjedhjes së kryetarit, dihet që i takon me propozu partia më e madhe. Dhe nevojten 61 vota për me u zgjedh kryetari i kuvendit. Unë mbaj qëndrimin që kryetari i kuvendit do të zgjedhet përputhje me kushtetutën edhe ligjet. Dhe pastaj me kaluar në fazën e dytë, kompletimin e kryesisë nën kryetarëve edhe gjitha organeve tjera të kuvendit, shefa grupe parlamentare kështu me radhë. Dhe nuk besoj që duhet ketë pengesë në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Më thonë, unë pres që të ketë reflektim për gjitha partive, propozimi dihet kush e ban, kujna i takon e drejta, dhe të ketë votat mjaftueshme që të konstituohet kuvendi dhe pastaj të vjen momenti për marrjen e mandatit për krijimin e qeverisë. Sa i përket takimeve, do të thotë me disa parti politike thuja se jemi në rregull, mund të marrë faza edhe pjesa ku realisht flasim për edhe formulën e komponimit të qeverisë, ndërsa sa i përket disa partive politike, e thash në këtë rast edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne ende nuk kemi rrinë në atë fazë ku ta diskutojmë formulën e krijimit të qeverisë. Mirë po, unë jam shumë i hapur për diskutime, jam shumë i gatshëm për diskutime, nuk jam prej atyre që për ndonjë detalj apo të qes vështërsi në proces, po si ta bojmë procesin më të lehtë edhe vendit këtë institucione. Kosovës në këtë fazë nuk i nevojitet vakumi institucional. Nuk e kem komoditetin si vend me pas vakum institucional, e thash dhe po e përsëris. Edhe për shkak të situatës gjeopolitike, edhe për shkak të sfidave dhe problemeve cilat na presin tamen. Ndërsa takimet, po mohon takimet mohon me dyrë mbyllura, mohon mrena zyreve. Grupi parlamentar i PDK-s, kryesia e PDK-s, organet e PDK-s, janë shumë homogen në këtë drejtim. Sigurisht se mund të kemi diskutimet mbrëmshme, mund të ketë edhe mendime ndryshe, po jam i bindur që votimi do të jetë i njëjtë për gjithë deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Këtë drejtim nuk e kam asnjë dilemë. Sigurisht se unë kam mbështetjen e plotë prej momentit kandidaturës prej kryetarit zotit Krasniqi, për shkak shpreh respektin maksimal gjithë anëtarët kryesisë dhe gjitha strukturat të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërsa sa i përket krijimit të qeverisë, ne kemi marrë iniciativë si Parti Demokratike e Kosovës
i kemi ftu, i kemi taku parti tjera. Me partin e parë, këtë rast lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë sepse ftesa edhe radha dihet që shkon, mirë po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, e thonë, për mu është e preferueshme krimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe parti tjera të cilat kanë ulse në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Na jemi të hapur me ullë, me bisedu, me dho vendit institucione dhe mos me leku vakum institucional. Ja, shiko, e para do të thotë, unë nuk e thash qoftë se nuk jam kryeministër. Radha është e qartë. Qytetarët kanë vendosë. Dihet radha. E dyta, se për këtë çështjes presidentit apo të presidentes, unë jam i bindur që është proces i ndarë. Gjithmonë ka qenë sfiduese zgjedhja e presidentit apo presidentes në Republikën e Kosovës për shkak edhe mënyrës së zgjedhjes, sepse dy rundat e para kërkohen që të jenë 80 vetë prezent dhe është vështirë, nuk është e pamundur se në kalume ka pas koalicione me 80 vota, po është vështirë me u arrit 80 vota. Megjithatë, asnjëherë në Kosovë vendi nuk ka shku në zgjedhje për shkak të presidentit apo zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Dhe e treta ke në lidhje me vetëvendosjen. Në lidhje me vetëvendosjen është në autoritetin, drejten e lëvizjes vetëvendosje, a ju ban ftesë partive tjera politike, as ju ban ftesë, deri tash në drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës zyrtarisht nuk ka ardhur asnjë kërkesë që të kemi takime dhe biseda. Nuk moj me thonë për situata hipotetike, sepse nuk kemi ftesë.